A keni një qëndrim ose a keni diskutuar deri tash në lidhje me propozimin e RDK-s për një qeveri tranzicionale përkohshme deri në zgjedhjen e presidentit? Unë mendoj që ne si koalicion vetëvendosi guxo dhe alternativa jemi edhe korrekt edhe kreativ. Qasja korrekte është kuptimin kur Albin Kurti ka ftu lidert kryesor partive politike për pa rrugë zgjidhjen edhe rrugë daljen nga kjo situatë. Funksion kësaj edhe çështjet e definuara në aspektin politik mund të bënë gjithsecili ftesa. Po në aspektin e praktikës edhe rendi e don që i pari që i ka fituar zgjedhjet, këtë rast Albin Kurti e ka këtë mundësi të ofrimit të aktorëve politik për të parë rrugë zgjedhjen se si ecë tutje. Funksion kësaj përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka refuzuar. Ata kanë refuzuar kategorikisht çdo takim edhe pjesëmarrje për të diskutuar rrugë zgjedhjen. Në anën tjetër, kur ka pasu letra e dytë edhe oferta konkrete për koalicion, ai ka marrë një iniciativë kuptimin e ftesës për partitë politike. Unë personalisht mendoj që i pari që i takon me i ftu partitë politike është këtë rast kryeministri në detyrë Albin Kurti. Derisa të ezaurohet mundësia që të kemi Kurti 3 me Albin Kurtin kryeministër. Nëse kjo nuk bëhet e mundshme në një të ardhme, unë mendoj që logjika politike edhe institucionale thot që potencialisht një ftesë të tillë mundet në një të ardhme me bo Bedri Homza, po jo partia e 3, e 4, e 5 e kështu me radhë. Pra e bie që nuk do të shkoni në takimin e DTK-s. Unë as po them që shkojmë as nuk shkojmë, unë po jepi opinionin tim se cila është rrjedha logjike se si duhet me funksionu këtë temë. Ndërsa sa përket qeverisë tranzicionale, unë mendoj që Kosova ka nevojë për qeveri stabile. Jam ndoshta pe të parëve që e kam preferuar një koalicion të shumicës shqiptare, normal duke respektu edhe pjesën e përgjegjësive ose detyrimeve kushtetuese që nën kupton që të ketë edhe përfaqësues të komuniteteve shumicës në qeveri. Po në rast se ka refuzim nga të gjithë, atëherë rrugëzgjedhja vetme që mundet me qenë është një marrëveshje politike për konstituim kuvendin edhe caktimin e afateve kohore, mandej në koordinim edhe me presidentin se kur mundën me mbajt zgjedhjet e reja. Hiç nuk është problemi emri i kryeparlamentarës. Tjeni të sigurt se kushdo prej nesh që do të ishte kandidati i parë që do të hidhej në seancë nuk do t'i merrte vota. Do të është vetëm alibi për me vazhdu blokadën. Po emra do thotë ajo tani logjika për çaje sundo, po nuk mundet me funksionuaja. E drejta që i takon atij që është fituesi nuk është e drejta e atij tjetër të marrë me përzgjedh brenda nesh se kush duhet me qenë kryetari i kuvendit.